Para dhe pas çdo ngjarjeje, krize e konflikti ndërkombëtar, Edi Rama është vetë ofruar si negociator me propozime e iniciativa personale për t'i zgjedhur shpejt, duke shfaqur hapur psikodelirizmin e tij në rolin e liderit global, por nuk e përfillon as kur kryesoi misionin e OSBE-s. Tashmë i tërhequr nga ajo ëndër, Edi Rama po e vazhdon në rolin e liderit global brenda Shqipërisë, duke bërë rezoluta e vendime tërësisht personale në mbështetje të politikave të Donald Trump, si e vetmja mundësi që t'i rihapet dera e shtëpisë së bardhë. Më 10 prill 2026, vetëm 3 ditë pasi Donald Trump përsëriti se SBA ka projekt të ri negocimesh për përfundimin e luftës së Rusisë në Ukrainë, Edi Rama miratoi një vendim qeverie për shtetasit ukrainas që janë dhe duan të vinë në Shqipëri. Me këtë vendim, ku miraton hyrjen pa viza dhe qëndrim pa leje e trajtim të ukrainasve në territorin e vendit tonë, bën përshtypje afati i lejeve të tyre deri më 30 mars 2027, sikur lideri global Edi Rama ka parashikuar përfundimin e luftës në Ukrainë. Në vendimin e qeverisë, thuhet se shtetasit ukrainas lejohen të hyjnë pa viza në territorin e Shqipërisë dhe bashkë me ata që janë në vendin tonë, do qëndroj pa leje deri më 30 mars 2027. Ai ka shfrytëzuar vendimin numër 169 datë 18 mars 2022, të cilin e mori pa miratim të parlamentit, si lëvizje personale për të fituar kredite personale në shtëpinë e bardhë. Të njëjtën gjë për futjen pa viza dhe zgjatjen e qëndrimit pa leje në Shqipëri, Edi Rama e bëri edhe me vendim numër 124 datë 6 mars 2024, por tani e pas ka parashikuar që lufta në Ukrainë do të përfundoj pas një viti. Psikodelirizmin si lider global dhe fatkeqësinë që nuk është kryeministër i një shteti të madh, Edi Rama e shprehu edhe në intervistën për revistën franceze Le Point më 26 mars 2026, duke thënë se ka projekte të avancuara për zgjidhje gjeostrategjike, por është kryeministri i një vendi shumë të vogël. Sipas ëndrrës së tij, Edi Rama duhet jetë presidenti i SBA, BE ose kancelari i Gjermanisë, por nuk është, dhe rolin e liderit global e aktron me lëvizje si i vogël, i padobishëm, për herë i bezdisshëm, grotesk e i papërfillshëm.